Jemi gati një regjia. Jemi live. Të dashur miq, mirëmbrëma. Si çdo të diel nga ora 7 deri në orën 9, unë dhe miku im Ibrahim Bajrami jemi këtu në hapësirën e Saranda Voice dhe në televizion në emisionin Crossfire. Por siç mund ta kuptoni, dhe nuk është herë parë që na ka ndodhur e njëjta gjë, sidomos tani që jemi në kohë fushate që kandidatët i numërova 176 janë vetëm kandidatët e Qakut Vlorës, si në listat e mbyllura të katërshja, edhe të 12 që janë të listat e hapura. Kandidat kemi me bollë. Pra 170 kandidatë të cilët ne jemi përpjekur për të qenë fair, pavarësisht se nga vim në politikë dhe ku do të shkojë vota jonë në 11 maj, të cilën ne jemi përpjekur ta mbajmë sekret për të ruajtur për ditën e votimit, pa u ekspozuar shumë, për të ruajtur një lloj neutraliteti mediatik. Gjithsesi, miku im Ibrahim Bajrami, për shkak të detyrës së rëndësishme që mori kohët e fundit, nuk mund ta fshej anësim. Gjithsesi, unë vetëm ai që kam qenë i kollarisur sepse duhet të ruaj pjesën formale të emisionit dhe ballë kam sniperin tjetër të emisionit, zotin Ibrahim Bajrami. Jemi tash 3 vite në këtë hapësirë, kemi qenë në Saranda Web, tashmë në Saranda Voice dhe në televizion. Kudo kemi qenë dhe kudo të shkojmë, por misioni nuk ka për të ndryshuar. Ne jemi këtu në një hobi, le të themi, për te profesioneve që kemi dhe për te angazhimeve tona ditore, për të kryer një hapësirë për problematikat që shoqërojnë qytetarët. Por jemi detyruar që sot, dhe kemi disa javë, që sjellim temën e ditës. ASHM me motorët fort, plotësisht të ndezur, full gaz për fushatën. Dhe unë kam vendosur zoti Bajrami ta filloj nga fundi për të shkuar te fillimi. Çdo të them këtë. Kam dëshirë ta dëgjoj nga zëri i një deputeteje, e cila do të jetë përsëri deputete, dhe do të kemi kënaqësinë të na përfaqësoj pajisësi sa na ka përfaqësuar në mandatin e kaluar. Sa do të jetë rezultati në Vlorë? Para disa kohësh ishte 7-5. Nuk e di, shkuante 6-6 apo po kalon në favorin tuaj 7-5? Tani në radhë parë falenderoj për ftesën. Është kënaqësi t'ju gjej në studiot tuaja, dhe pse studiot tuaja e kam vizituar dhe realisht ju përgëzoj që keni një hapësirë lirie të pavarur nga çdo lloj pushteti dhe nga çdo lloj partitizmi, pavarësisht se çdo njeri ka një bindje personale se është edhe votuese dhe ka detyrimin për të pas një zgjedhje në fund të ditës, por puna juaj, profesionalizmi juaj ka qenë gjithmonë nivelet më të larta dhe nuk ka ndikuar partitizmi juaj në profesionalizmin tuaj dhe këtë më lejoni ta them edhe si njeri që merret me komunikim publik, po edhe si njeri që merret me politikën. Dua realisht që ta shfrytëzoj këtë hapësirën që ju jepni në opinionin e Sarandës kryesisht, por patjetër nëpërmjet rrjeteve sociale mund të ndiqeni kudo, ta shfrytëzoj për të që Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, objektivin e saj e ka që t'ju shërbejë shqiptarëve, ka një mision që të shpëtojë Shqipërinë, siç Sali Berisha arriti të shpëtojë opozitën e Shqipërisë, tani ka misionin për të shpëtuar Shqipërinë nga gjendja që është sot. Vetëm të lutem mos shkoni te slogani, se mua si intelektual më ka shqetësuar shumë slogani i Partisë Socialiste. Pra, për në be me Edin dhe PS-n, ky personalizim i një çështje kaq madhore është nuk jemi në të tilla, ne jemi për Shqipërinë Madhështore, jo për Berishën, jo për Ramën, jo për liderin, po jemi për Shqipërinë edhe prandaj thash misioni është për Shqipërinë. Dhe çështja e mandateve gjithmonë është në funksion të qëllimit, që është për të arritur Shqipërinë Madhështore. Dhe që ti të plotësosh një program, do duhet të jesh mazhorat. Do duhet të kesh 71 mandate. Betejja në sharkun tonë është një betejë që sigurisht 7-5 e ka tani më plotësisht të arritshme dhe të arritur. Vazhdoni me ato kalkulime që keni bërë para disa ditësh? 7-5 ka qenë para disa ditësh. Ne luftojmë për 6-6. Nuk mund të them unë që do bëjmë rokadë, jemi ne 7 dhe ata 5, sepse është një matematikë e pamundur për aq sa janë shifrat, por që ne tentojmë dhe ne punojmë fort që të arrijmë drejt një barazimi, atëherë që këtë e bëjmë. Mandati 5 ka qenë garantuar që vitin 2021
nëse nuk do të kishte ato votat pavlefshme, nëse PL-ja do të ishte në koalicion siç është sot, dhe nëse Edi Rama nuk do mbyllte kufit me kyçin e palishmërisë për të mos lejuar asnjë emigrant që të votonte. Dhe diferenca pa LSI-n, pa ne ka qenë diku tek 600-700 vota. Në këtë aspekt mandati 5 është, por kur ne edhe Bimi mund ta dëshmojë, nuk e marrim këtë mirëqen. Nuk themi që jemi këtu edhe tani do flëm në dafina. Gjithmonë bëhet luftë për secilin mandat, bëhet luftë për çdo vot, llogaritet vota e diasporës, llogaritet vota këtu, krifen të gjitha listat, shikohen të gjitha mundësit, jepet programi, takohen grupet e interesit, sepse të gjithë ka nevojë të respektohen. Të gjithë ka nevojë që të shtrëngojnë një dorë, të të shohin në sy dhe të të besojnë për atë që po thua. Unë shpesh e them, nuk e di me çfarë fytyre vinë kandidatët e Partisë Socialiste dhe ju takojnë, sepse unë po të gënjej për 12 vjet, nuk besoj se kam më fytyrë të takoj. Po që ata nuk vinë në fakt. E kanë gjetur recetën. Ne jemi përpjekur që emisioni të jetë i balancuar, që ne i ftojmë ata, po ai sa ftojmë edhe deputetët e tjerë, kandidatët e tjerë. Fakti është që përveç zotit Llajo këtu në këtë studio nuk ka shkelur asnjë majt tjetër. Sepse zoti Llajo nuk ka qenë paraprakisht në. Po zoti Llajo ishte në këtë krahun tjetër, pra kemi një çik realist, mos e riatam edhe këtu në emision. Unë të paktën ja thash se kuptoj se ç'kërkon andene ka atë krah të muhabet. Po që nëse ato janë çështje të tjera, sido që tjetë. Ne shohim që ka një farë rezerve shumë të madhe. Unë në këtë rast do më duhet që të mos jemi fort të tjetë, do më duhet që për hatër të publiku të bëjmë edhe ca pyetje të tjera. Po shikojmë një farë rezerve të jashtëzakonshme nga kandidatët e majt për të dalë dhe për të ballafaquar publikisht. Sepse s'ka bilanc. Sepse di gjithë secili që nëse unë dalë përballë them do bëj këtë dhe këtë. Kam fytyrë që të them edhe për një bilanc të vitit të largët 2005-2013 dhe them që qeveria Berisha në atë kohë, edhe pse unë kam qenë studente në atë kohë dhe nuk kam as merita në çështje, jo më mëkate, them që aman kam një bilanc, kurse këta janë sot në qeveri dhe nuk të thonë dot, ore çfarë po bën ti sot, se ti je, ti nuk mund të thuash këto të bëj. Ti thua çfarë po bën. Dhe recetën e kanë gjetë në ndrimin e kandidatëve. Vinte në 2013 premtonte Koço Vugdhima, iku Koço. 2017 sollën Alket Hyseni, iku Alketi. 2021 sollën Anila Dena, iku Anila, se e qelbi Anila si peshku që qelbet nga koka dhe Anila. Tani ka sjell bidon edhe Llajo. Pra i rit sjellin. Mos mbaroni edhe zoti Gjiknuri. Shikoj, Gjiknuri është offside. Gjiknuri vjen për absolutisht të flitet që Gjiknuri ka sjell tërmetin nga Dibra. Ato metoda e ka të njëjta, patjetër, jam shumë dakord. Tërmetet, metodat e palishmërisë ka të njëjta, por të gjithë e dinë që arsyeja pse nuk është në listë të sigurt janë pikërisht dosjet edhe problematikat që kanë në SPAK. Dhe Edi Rama nuk ka dashur të shtonte edhe një deputet tjetër në listën e deputetëve që janë banor të 313-ës. Ju mendoni se do të ndodhi me zotin Gjiknuri siç ndodhi me zotin Hyseni radhën e parë, sepse me sa mbaj mend edhe zoti Hyseni u dengdis diku ande nga fundi dhe përfundimisht shkoi në punët e veta. Ndryshimi i Hysenit me Gjiknurin është atëherë nuk kishte asnjë shans të dilte. Gjiknuri ka shanse të dalë 5 dhe të marrë mandatin. Unë besoj që mund ta marrë mandatin sepse ditë të bëj tërmet, pra ditë të përdorë edhe të gjitha metodat e palishme dhe brenda PS-s mund t'ja marrë mandatin e 5 atyre, po unë them një gjë që nuk e gëzon mandatin. Pra nuk arrin dot ta përfundojë mandatin për aq çështje sa ka në SPAK edhe para drejtësisë, edhe për këtë tërmetin që ja kanë arkivuar, por që në fakt nuk arkivohet asgjë në drejtësi. Për lidhjet me Gormigalin, ato shëtitjet që i bëri Gjiknuri e lidhjet që i krijoi Ramës, por shumë çështje të inceneratorëve dhe të lidhjeve me Arben Ahmetan edhe më tutje kur ka qenë ministër i energjetikës, kështu që këtu jemi, do t'i shikojmë, e rëndësishme është që ata po realizojnë atë shprehjen e Edi Ramës, po hanë kokat e njëri tjetrit. Edi Rama e përdori për bandën, po bandë më të fuqishme se Rilindja unë nuk kam parë, kështu që ata po
vetë përmbushin atë shprehjen e Edi Ramës, po han kokat e njëri tjetrit. Megjithëse folet për një nga kandidatët, që është zoti Gjiknuri. Po sepse Edhe jam rinj. Unë mendoj se duhet të jetë pjesë edhe e taktikës tuaj elektorale që të ndiqni kandidatët. Edhe po se ndonjë unë ma thonë njerëzit e stafit edhe. Jo, dua të them që me siguri ju secilin prej tyre në mënyrën se si funksionon, sepse unë kam vërejtur, por e shikoj që edhe qytetarët reagojnë në të njëjtën mënyrë ndaj kandidatëve të Partisë Socialiste, duket si një lloj betejë brenda llojit, secili po lufton për mandatin e vet. Ndërsa në rastin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, vret një lloj sinergjie, vret një punë ekip që është për të vlerësuar. Dhe gjithsesi ju pra a i ndiqni kandidatët, a i jepni vlerësime për ta, sepse po të jetë nga ana e tyre, një gjë që më ka bërë përshtypje, në dy të raste pak me zotin Bito, që kur ju keni reaguar politikisht për çështje të ndryshme, qoftë për zyrën elektorale ose për çështje të tjera, ajo që më ka çuditur, edhe më ka prisja nga një politikan i moshës së re, domethënë siç është zoti Bido, që ju kthen përgjigje juve duke u drejtuar doktorit. Pra, mendoj se është një mungesë respekti për individin Berisha, i cili në një moshë relativisht madhore tashmë, vazhdon të jetë politik për ato parimet e veta, për bindjet e veta. Pra, habitem se si një ballafaqim politik lokal po thosha unë, e kthen pra në një ballafaqim me një individ tjetër, i cili mbasi nuk të ka dhe fare llogaritmi. Për shkak të moshës, eksperiencës edhe nuk e kemi ne llogaritë Berisha. Në këtë kuptim po them që unë, për shembull, dje kam qenë rastisht në një nga komunitetet e zonës dhe pash që në ditën e orë, rastësisht, jo në mënyrë të qoftë, shpeshin dy kandidat, një i Partisë Socialiste dhe një i Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Vlerësova faktin që kandidatët u përshëndetën, respektuan njëri tjetrin, uruan njëri tjetrin me mirësjellje dhe kandidati që kishte takimin vazhdoi takimin normalisht me qytetarët për programin e vet, bëri komunikim normal politik elektoral. Pra, unë e vlerësoj kur ndodh një gjë e tillë. A janë njerëzit në të njëjtin rehat Gjergji, sa që janë kandidatët? Kandidatët kanë të drejtën të jenë të mirësjellshëm, besoj. Dhe kanë edhe një farë lirshmërie. Po njerëzit, a e kanë të njëjtin lloj rehati? A shkojnë njerëzit me të njëjtin rehati, me të njëjtën mungesë frike si në mitingun e njërës parti dhe partisë tjetër? Për fat keq jo, dhe ka kohë që s'ndodh. Shiko, ne arritëm të tregonim që po e nis nga kjo për të dalë të kandidatët, arritëm të tregonim me pritjen që i bëm doktor Berishës e vranë fritur. Mbushja e sheshit. Mund ta bëni krahasimin me 4 vjet më parë si jo vetëm me 4 vjet më parë, po edhe me 2 vjet përpara, edhe në 2023 edhe në 2021, të paktën në të dyja kam qenë vetë në vetë parë dhe nuk tregon njëri, dhe ishte 3 fish më i madh pjesëmarrja në Sarandë. Kjo tregon që njerëzit e kanë prarë frikën. Erdhën aty, vunë fytyrën e vet, dëgjuan programin, patën mundësi të takonin kandidatët, takonin doktor Berishën, dhe kjo tregon shumë. Tregon shumë se si ka ardhur një moment është ajo pika e vlimit ku nuk durohet më. Për sa i përket kandidatëve, ju e thatë me të drejtë, ne nuk do gjeni në asnjë rast, të paktën në 4 bashkitë që unë drejtoj, ku kandidati të flasi keq për kandidatin tjetër, ku kandidati të bëj fushat negativiste, duke thënë mos më voto atë, e nuk do gjeni kur një rast që drejtuesi politik të jetë preferencial me një kandidat apo me një kandidat tjetër. Ne kemi arritur në mënyrë tillë sa edhe programet i bëjmë në mënyrë të përbashkët, ku qëllimi është të takohen sa më shumë njerëz dhe të shkelen të gjitha zonat për t'i mbështetuar dhe jo qëllimi sepse të favorizojmë njërin apo tjetrin apo të luftojmë të shkojnë se kanë bërë një çudi socialistë. Të shkojnë në ditën e shtëpi socialisti 5 kandidat. Sa i kanë bërë me dhimbje koke vetë socialistët dhe thonë ne nuk do t'i votojmë më vetëm sepse po na bezdisni. Të 5 kandidatët shkojnë atje se e di që është votë e sigurt dhe luftojnë se kush ta marrë atë votën e sigurt. Kurse ne kemi luftuar me program. Të gjithë kandidatët kanë për detyrë të shpalosin programin e Partisë Demokratike. Do thonë që ne nuk do të lejojmë më pensione në 200 euro.
pensioni minimal do të jetë 200 euro, që pensionet e tjera do të rriten 20 deri në 30% çdo vit. Do thonë që jetimë, njerëzit me invaliditet, që janë me kemë, njerëzit me ndihmë sociale, do të marrin minimumi 200 euro. Qoftë kjo nga bashkia, qoftë kjo nga qeveria, sepse do të jetë detyrim që do të vendosi qeveria. Ne kemi për detyrë të themi njerëzve që çmimi i energjisë elektrike do jetë 7 kW, do jetë 7 lekë për kilovat, dhe biznesi do ta ketë 6 lekë për kilovat. Ne kemi për detyrë të themi që çmimi i naftës do të ulet me 40%, sepse do të heqin ato 7 taksat që i ka vënë shteti. Që në 1 litër naftë 110 lekë i merr qeveria, pjesa tjetër çmimi i naftës. Që nafta... Zonja Zhupa, ju jeni duke folur për programin, edhe programi është me të vërtetë tërheqjes, po si programi, mendoni se mbas 12 vitesh gjunahe dhe gjëma, nga më variantet, të cilat ngelen, do më thëmë besoj që meritojnë të ngelen në histori, në një pjesë e madhe prej tyre. Janë gjëra që s'ishin dëgjuar, as ishin parë ndonjëherë në Shqipëri, edhe kanë thyer rekorde për dëgjueshmëri edhe për ndjekshmëri në publike. Besoni se duhet luftuar kjo lloj gjëje me program? Patjetër. Sepse e keqja bimi nuk luftohet duke u bërë me ti keq. Sepse aty në atë drejtim ai na mund, është gjithmonë e keqja më e madhe. Të fortët nuk luftohen me të fortë. Ne kemi zgjedhur të luftojmë me të mirën. Ne mendojmë se e mira e mund të keqen. Ne mendojmë se të fortët i mund program. Ne mendojmë se njerëzit motivohen kur shikojnë çfarë hyn në xhepin e tyre. Dhe jo nëse do bëhet ina deputete apo artit video. Por nëse programi që përfaqëson ina dhe besueshmëria që përfaqëson ina është më e lartë dhe më e mirë për ta se sa ky tjetri apo ai tjetri. Dhe ne ndaj erdhëm me program. Dhe kemi arritur të bëjmë një analizë qytetarëve që sa fiton ti në xhepin tënd. Sa fiton ti një familje me 2 makina, duke kushtuar kartë çmim natës. Sa fiton ti një biznes po ta çojmë taksën e shesh 10%. Sa fiton ti një biznes në Ksamil me uljen e taksës së shitjes pronës nga 15% në 2%. Tani njerëz do bëjnë llogari. Fitojmë më shumë me këta apo me këta? Gjithë dilema këtu ka qenë administrata publike dhe pensionistët. Duke u marrë që këto dy fasha ishin më të ndihmueshme nga mazhoranca. Pensionistët si nostalgjik po them, edhe të një sistemi dhe shumicën e kohës të vështirë për ndryshimin, se është mosha që e bën pak më të vështirë, dhe administrata. Tani do të them, pensionistët nuk do zgjedhin më me nostalgji, do zgjedhin me stomak. Nuk po mbushin dot barkun pensionistët. Pensionistët sot do të zgjedhin atë alternativë. Po e keni dëgjuar ju këtë nga pensionistët? Patjetër. Në çdo takim që bëj në rrugë, në çdo takim që kanë bërë me vetë pensionistët, duke marrë si pra është diçka që vjen brenda atyre apo është diçka që vjen si reagimi asaj që ju thoni? Jo, është një kërkesë që kanë pasur pensionistët para se ta bënim ne program. Programi nuk ka ardhur, e bëm në programin dhe pastaj u kujtuan ata që zgjemi. Ka qenë kërkesë e popullatës, ka qenë protesta e pensionistëve, ka qenë kërkesë e pensionistëve, ka qenë pamundësi e pensionistëve për të jetuar që më pas erdhi program. Programi erdhi si reflektim i nevojave që kishte shoqëria, si zgjidhje për këto nevoja. Dhe ndaj them që dhe pensionistët ikën administrata sot do të votojë përveç asaj që ka presionin, kanë vini që do të votojnë ndryshimin. Do të votojnë ndryshimin sepse administrata ndodhet në një presion të jashtëzakonshëm për të kaluar ligjin dhe në një presion të jashtëzakonshëm për të bërë vegjël politik. Nuk kanë kaluar njerëzit e administratës një fundjavë me familjet e tyre, ku ishte periudha e regjistrimit të diasporës, se i merrin me detyrim dhe e çonin në Greqi. Dhe ju erdhën me të hundës. Pra, dhe ju keni lexuar apo keni prekur këtë reagimin e administratës? Absolutisht, sepse kontaktet e mia edhe jo publike, sepse kryesisht me socialistët e zhgënjyer dhe me ata që punojnë fatkeqësisht nuk dalim dot publikisht, kanë qenë shkënjim total nga kjo qeverisje, gatishmëri e tyre për të votuar ndryshimin edhe me kosto e tyre që thotë edhe mos qofsha unë më.
në punë, unë dua të ikë nga kjo, se po më shkaktron psikologjikisht dhe po më shkakton si individ, si dignitet njerëzor. Dhe ne i kemi thënë të gjithëve që garancia jonë është lishmëria. Çdo njeri që është i rregullt, që ka ligjin, s'ka pse të qetësohet fare. Është në punë së shtetit, është. Çdo njeri që është atje si kriminal elektoral, që përdoret për qëllime të tjera, që bën politik me pozicion, që pasurohet me pozicion, që ju ka rënë qaf njerëzve, që s'u ka hap telefonin, s'u ka hap derë, nuk janë dhe pak. që janë shumica. Edhe ne prisim që ose qytetarët prisni që ju në retorikën tuaj politike, por dhe në aksionin politik që duhet shefuar me kohë, por që gjithsesi është intensifikuar për fushat, ju duhet të kishit bërë pjesë emra individësh, sepse vetëm në hipotekën Kolla janë të gjitha në hipotekën e Sarandës nuk e di, o janë në kërkim, o janë në arëshpije, o Do me thënë, jemi qyteti. apo mos zoti Bajrami një herë, me thënë të vërtetën, në një nga emisionet, se e kemi bërë pjesë të emisionit, i ka keq. Edhe u çudita se duke qenë pjesë e opozitës, zoti Bajrami, pra u qanë të hallin. U qanë hallin këtyre të rinjve, thoshte. Sepse e ke qeshje. Ure si mos ja u qesh hallin unë kur. Ta marrin në 30 vjeçar, që sapo kanë dalë nga Ure, bankat e shkollës. sapo kanë dalë, djemë dhe vajza që sapo kanë dalë nga bankat e shkollës. Po mirë, Kanë nevojë për lekë që kanë organizuar. E vërteta është Që që nuk mundem do të paguajnë qirat. absolutë, ata janë Që kanë trajnuar. punojnë edhe në shtet. Po zoti Bajrami, ata janë trajnuar, shiko. Të lutem. Ata me një herë, më të lutem. Qytetet ca nga Saranda janë në Burgor, Po, zotë. prit. Kanë humbur punën. Pra me ndërgjegje të plota sepse një sekondë se Çfarë thua? themi sa të vërteta. Këtu janë Si o të mos ja Ata kanë bërë këtu janë me gjesh. Ata kanë bërë shkollë. Si o të mos ja Një minutë i dashur. Një minutë i dashur. Po keni jo. Si mund ja u qaj hallin o Ata kanë bërë shkollën, se kanë ardhur te partia. Di liçi. Kanë ardhur ke partia ata. Kanë ardhur ke partia edhe kanë dhënë diplomën. Ore Para se ka çfarë dalë diploma. ligjin më vllak. Pastaj. Hym tu ligjin më. Gjë e parë, Do gjë e gjena parë. shefi aty nga lart edhe do thotë mua do të pasësh të punën. Gjë e parë që ka bërë, Në punë keni pa punë. Një minutë me dashur. Do qiran. gjë e parë, Në fund të muajit nuk e legor thotë ni, po lera të punë. Shiko. gjë e parë, Ju sa po lëzon biznesin. partia i dha teserat. I dha Edhe teserat. pse ke mundësi. Sepse pa diploma do të shoqërohet me një tesër. Po. I dha tesër partia. Pastaj i mbite çdo javë, çdo fundjavë, ishte kështu seminar trajnimi, i mësonte si të hidhin firmën. Do të hidhin firmën bukur, do se firma si këmbë pule. Mano, gjej. Kështu që ata janë Të lutem më jep pak kohë. Zoti Tanush Çaushi, kandidat për deputet Kandidat nga për një ma Shqipëria kandidat bërë. Shqipëria. Kemi pasur po, në Skype, Ha koni sot. Zonja Zhupa është një deputete që gëzon respektin më të madh. Edhe pse jam nga Shqipëria, bëhet mendoj se për shumë kauza ne do të bashkëpunojmë me zonjën Zhupa. për shembull, besoj ka nënkupton Zoti Pelmani me siguri. vazhdon, Ina është një aset i PD-s, fitoria e PD-s këtë herë është e padiskutueshme në frymë dhe rezultat, por fryma është e jona. Rezultatin e kanë ata në dorë, ndaj duhet një strategji për mbrojtjen e rezultatit. Kam në mendje 10 slogane që e rrisin rezultatin e PD-s me 10%, po jep falas njërin edhe pse nuk ma ka kërkuar kush. Asnjë votot Edi Ramës se nuk i meriton dhe arsyet 1, 2, 3 deri tek 11. Shkëlqim Selmani. Kështu. Prandaj zoti Selmani. Renato Dhima, ma futet me një pyetje tjetër. Është shumë intriguese. Pyetja e lë. Putin thot është grek apo shqiptar dhe Renato unë nuk do ta lë deputetën të përgjigjet fare për këtë çështje, e cila është shumë e dyshimt. Do të përgjigjem unë deputeti arkeologëve të mëdhenj shqiptar Mollos. O, arkeolog. I dashur gjeje vet. E rëndësishme është që zonja Zhupa Mund t'ju kthej dhe unë nga një patjetër. përgjigje. Unë në fakt do ta bëja këtë pyetje, por unë do flisja për kauzën. Për një kauzë që ju me të drejtë e mbrojtët fuqishëm, jo në politikisht, por edhe me lëvizje të tjera ligjore apo jo. Edhe me madje do thosha edhe me kontakte dhe lobime edhe me institucione të rëndësishme ndërkombëtare dhe padyshim që ka dhënë një ndikim të padiskutueshëm edhe shpresoj që Ina Zhupa, si shton qytetarët, do të jetë ministre e kulturës së ardhshme dhe do ta ketë vetë në dorë që të japi drejtimin e duhur menaxhimit të një siti aq të rëndësishëm për Mesdheun, do të thosha. Shumë e vërtetë.
Kështu që mund ta thoni për kauzën e Butrintit dhe për kauzat e tjera. Përpara se të them këtë, dua të përshëndes Tanushin, i cili është një djalë shumë i mirë. Është një djalë që ne jemi bashkuar në kauza të përbashkëta që lidhen edhe me betejën që ai ka. Unë i them diçka që si deputete e mazhorancës nesër, pavarësisht se nuk besoj se Shqipëria do të marrë ndonjë mandat, do ta ketë për kraj. Mos e thuaj se kemi filluar të dëgjojmë që mund të jetë një nga alatët, Jo, ai do ta ketë për krajin time në të gjitha kauzat siç e ka pasur deri tani, pavarësisht ku është politikisht, edhe i uroj shëndet të plotë edhe të jetë sa më mirë me familjen e tij dhe në jetën e tij. Jam shumë falënderuese zotit Selmani për mesazhin e për mbështetjen që jep gjatë gjithë kohës opozitës dhe Partisë Demokratike, ndërsa dalim te Butrinti. Butrinti është një kauzë që unë e kam mbrojtur me zemër, e kam mbrojtur jo si detyrim që isha deputete e Sarandës, sepse besoj se ta kisha bërë një lloj edhe po të isha deputete e Tiranës apo një qyteti tjetër e dërguar politikisht. E bëj sepse e ndjej që identiteti, trashëgimia dhe historia e vendit tonë, në Shqipërisë, duhet mbrojtur në çdo kusht. Unë besoj që shteti shqiptar ka gjithë resurset për ta mbrojtur trashëgiminë. Unë mendoj që UNESCO nuk është një klub që nuk merr vesh dhe duhet vija ADF-ja të mësoj modele të reja menaxhimi. UNESCO ka ca standarde dhe thot fondacione, po, patjetër, të mirëpritura, por për donacion. Fondacionet po, por shteti është gjithmonë garant për mbrojtjen e identitetit historisë, sepse po e le vetëm privatit, ai ka qëllimin tregtar kryesor, ka qëllimin e fitimit kryesor, që nuk është ky qëllimi i njësisë të trashëgimisë kulturore. Dhe modeli jon, dhe modeli që unë falenderoj në këtë rast dhe Partinë Demokratike që e ka implementuar atë program që unë e kam paraqitur dhe doktor Berishën që më ka mbështetur që nga fillimi në kaos, sepse vetëm përballë amerikanëve do të ishte pak e vështirë se e bënin dhe si luftë anti-amerikane, sepse fondacioni kishte emrin amerikan brenda, në fakt janë dy CEO shqiptarë që pak kanë gjë amerikane. Falenderoj kongresmenin Joe DiGuardi, që ka qëndruar në krah të kauzës, që ka ngritur kauzën në kongres. Ne jemi në hapa shumë të mira, të cilat unë s'mund të bëj publike për efekt, sepse kanë tjetër ngjarje për të bërë publike, por kauza po vazhdon në institucione ndërkombëtare, në Kongresin Amerikan, në Senatin Amerikan. Po mirë, që edhe të nxjerrim ndonjë lajm edhe të diskutojmë në gjë duke parë realitetin. Më fal. Meqense e njoh. Jo me fund për 2 javë. Meqense e njoh Butrintin, për shkak të 3 vite gjysmë që kanë punuar si detori zyrës së menaxhimit dhe administrimit të parkut, mos vao ndryshimet ligjore që janë bërë, që kanë kufizuar sipërfaqen e përgjithshme të parkut. Të zonës së mbrojtur. Po. Të zonës buferike. Po. Dhe lejet që janë dhënë. Manastiri pa. Dhe ndikimi i deri tanishëm mbi ndërtimi i manastirit që ishte dhe është bërë kohët e fundit, mund vallë ka ndërtimi i një tjetër sepse ka pasur reagim nga UNESCO. Mos vallë Butrinti do të hiqet nga lista e siteve të mbrojtura nga UNESCO. Sepse është një rrezik, unë mendoj. Që është cituar. Se ka pasur reagim. Është një rrezik që është cituar nga vetë UNESCO. Qeveria shqiptare ka fshehur raportin e UNESCO-s në gjykatë kushtetuese. Unë e kam siguruar atë drejt për drejt nga Parisi, nga qendra e UNESCO-s e trashëgimisë botërore atje. Ja kam çuar gjykatës kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese nuk e ka marrë parasysh, e ka lexuar sipas shefit sepse ishin interesa parasha të shumë të mëdha. Se projekti për Butrintin, e ju e dini shumë mirë, është qendra tregtare me emrin qendra vizitorësh. Dhe gjithë ideja është që i ka fshuar rreth e qark zonën buferike, sepse kuptimi i Butrintit është Butrinti tërësisht i paprekur siç ka qenë atëherë. Dhe pjesa e peizazhit është po aq e rëndësishme sa pjesa e trashëgimisë. Është unik.
Dhe në momenti që ti i dëmton dhe i bën thyerje në peizazhit, se fatmirësisht këto 3 vite që jam marrë me këtë, jam bërë edhe eksperte e kësaj gjë, sepse duke ndetur dhe me arkeolog, ti e shkatron atë edhe pa dashur, sikur edhe se mos ta kesh vullnetin për të shkatruar gjetin. Dhe UNESCO thotë që ti rrezikon ta kthesh një pasuri në rrezik, që më pas nga një pasuri në rrezik, në risk, kalon deri në heqjen e pasurisë. Mirë, po kjo është e kollajshme Gjergj. 11 maj, njerëzit duhet të zgjedhin o projektin politik që përfaqëson PD-ja dhe që ka garanci të plot, totale, vetëm nga unë, po nga gjithë partia, që koncesionet nuk do të ekzistojnë, që koncesioni butrinit anullohet, që ne punojmë gjithçka çfarë është e rikuperueshme sot, që nuk është bërë një vil për ta kthyer siç ishte, nuk lejojmë ndërtimin e një qendre tregtare aty, japim mundësi studiosëve shqiptar që ta shfrytëzojnë butrinin, rilindin shkollën e guidave, rilindin festivalet atje. Pra e kthejmë butrinin një qendër të rëndësishme, patjetër, por nuk e kemi qëllim për të ndërtuar. Nuk vëm atje njerëz që drejtojnë pjesën shkencore që thonë Saranda, ky qytet i bukur grek që fuqitë e mëdha e lanë pa drejtësisht Shqipërinë. Se nuk është kjo bindja jonë. Me gjithë respektin për fshinjet dhe me gjithë teorinë e fshinjësisë mirë, ne kemi për detyrë të mbrojmë vendin tonë. Megjithatë, tashmë është bërë fakt, oligarkët janë aty, dhe do kthem prapë tek një pyetje që ishte përpara kësaj, se na futi komentet kolegu dhe shkuam te kauza e butrinit, por indirekt, shumica e gjëra për cilat po flasim kanë të bëjnë me zhvillimin e çuditshëm që një parti e majt sjell në vend, duke u mbështetur tek vetëm një dorë individësh, që ne rëndomi quajmë oligark. Ose në dijenin strategjik. Në dijenin time kanë qenë 7 rezorte kapitalizmit ekstrem, rezorte turistike të miratuara, dhe mendoj se është shtuar lista sepse u fol edhe për lëkursin para ca ditësh, para ca kohësh. Është miratuar dhe ajo. Atëherë mund të ketë shkuar lista edhe 10, edhe 15 dhe ne nuk kemi dieni. Por një gjë është e sigurt, sepse duke qenë me origjinë dhe duke qenë edhe në Këshillin Bashkiak në Bashkinë e Konispolit, unë kam informacion nga qytetarët, nga pronarët e kepit të Stilos, të gjithë asaj kodrës, që ja kanë kontakte nga një firmë, s'ka rëndësi, e një oligarku në Tiranë, një pjesë e madhe e tyre tash kanë firmosur në favor të oligarkut, madje më duket se ka ndryshuar oligarku, është lidhur me dikë tjetër dhe ka për të ardhur një i huaj, i cili e ka marrë, e ka blerë të drejtën lejen nën kontrakton, dhe flitet mos gabosha o për 640 o për 840 vila, si të tipit të Arameras apo të Manastirit. Pra, nuk po flasim për 1-2, aty po flasim për 10 rezorte turistike, të cilat janë brenda zonës që tham të zonës së mbrojtur. Sepse unë jam në gjykatë kushtetuese për ligjin e zonave të mbrojtura. Në qershor kemi seancën publike, fatmirësisht me janë bashkuar dhe organizata mjedisore. Pikërisht për ligjin e zonave të mbrojtura. Dhe kam bërë një 2 interpelanca me ministrin Kumbari. Ligji i zonave të mbrojtura praktikisht sot është ligji i zonave të pambrojtura. Nuk kanë asnjë fjalë. Kudo ku ti do të ndërtosh, merre hartët, bëj një pikë të vogël që quhen pikat e vogla të Mirela Kumbaros, siç është manastiri, dhe thua unë e du këtu. Nuk ke asnjë ndalim nga ligji. Pra ligji nuk të thotë jo se këtu është e mbrojtur, se ka faunën, florën, se duhet ruajtur biodiversiteti, se ka këtë historisë. I fare, këtu thotë po, ku duash ti, mjafton ta miratosh në KKRT. Pra këtu shkatrohet gjithçka. Ai ligj është çuar nga ne në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese sot është me 8 gjyqtarë. E dini fundit që mori për një çështje prapë që unë kisha çuar atij, për dishmërinë e Akademisë së Shkencave, që Akademia e Shkencave duhet të ishte promotori i debatit publik edhe për zonat e mbrojtura për butrinë, se çfarë paguhet Akademia e Shkencave për të marrë rrogat, për të marrë buxhete nga 20 milionë euro. E çova edhe Akademinë e Shkencave për lishmëri dhe ata u ndan 4-4, nuk dhanë vendim.
Praktikisht ata e dhanë vendimin që është e palishëm. Por s'ka mundësi që ta zhbëjnë ligjin, duke e dhënë 4/4, se thonë që ky ligj nuk bën. Kemë qita duke parë gërmadhen e madhe që u ndërtua në manastir. Dhe populli shqiptar duke parë që ju ndalua hyrja në plazhin e manastirit. Plazhi i manastirit praktikisht nuk është më për përdorim. Deti po kthehet nga qytetarëve në ekskluzivitet i oligarkëve. Atëherë në këto kushte unë besoj që gjykata nuk ka nevojë fare ta japi vendimin e saj, qytetarët e kanë shumë të thjeshtë të japin vendimin e tyre. Ajo masakër mjedisore edhe vizive praktikisht, ose është një fyerje për syrin që e shikon. Nuk ka absolutisht asnjë lloj gjeje artistike atje, edhe absolutisht asnjë lloj gjeje e cila të prezantojë interesa të larta kombëtare, të shkosh të banosh atje. Për çfarë është investitori strategjik? Nëse ishte për këto lloj gërmadash, që do fillonte të ndërtonte si gërmada që në momentin që ndërtohen. I tillë është edhe zgjerimi që po bëhet, i të njëjtit park. I tillë është edhe parku i ri që fillon tashmë në krah të plazhit të pasqyrave, që ka filluar të gërmojë. Sa po juve kolegi po i bëni thirrje qytetarëve që të votojnë kundër këtyre projekteve. Po. Kështu duket. Patjetër. Më lejo që ta e mbështes këtë. Qytetarët që të mundemi të bëjmë plasën të qëra plasët qiptare, mos do të një. nëse s'duan të rëmbejnë, Le të flasim me hallet e deputetëve të ardhshëm, edhe të qeverisë të ardhshme. Një minutë. Të bëj një pyetje. Po. Nëse duan që të anullohet ligji i investimeve strategjike, Po. nëse duan që të mbrohen zonat e mbrojtura, nëse duan të kenë vetin për veten e tyre, të votojnë numër 1 Parti Demokratike. Kaq kjo si gjë. Pastaj të protestojnë bashkë. Jam dakord. Nëse nuk votojnë, nuk kemi çfarë, që vetëm të protestojnë bashkë. Qytetarët në 11 maj votuan për Partinë Demokratike dhe për Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Ju do jeni deputete me 6 ministre. Dhe unë prandaj do bëj një pyetje se u qahallen sigurisht. Sepse Neve apo qytetarë? juve Okej. për ngarkesën ose derexhen ku do ta jeni veten. Kjo është e vërtetë. Pra, dua të di. E di çka ndodhi në Greqi para disa vitesh? Mos gabosha kur u bë kryeministër Papandreou. I riu, Jorgo. Domethënë situata e vendit ishte në gjendje katastrofike që nuk dini nga ta kapte dhe shumë shpejt e la qeveri. E dorëzojnë sepse s'ka çfarë i bënte. Pra, Partia Demokratike dhe aleat e saj kanë një panoram, meqenëse jeni deputetë mund të keni më shumë informacion se ne qytetarët paktën. Në çfarë gjendje është ekonomia, prona, këto çështjet e investimeve të ndryshme. Pra, se mos do ta gjeni vendin në një situatë të tillë alarmante që do thoni dorëzohemi, s'kemi çfarë bëjmë, s'kemi ata kapin. Si mendoni? E keni këtë panoram? Absolutisht, po, kemi ne dhe kanë dhe qytetarët. Ka shpëtim domethënë. Ne e dim që jemi në buzë të humnerës. Ne kemi një shans, jemi në buzë të humnerës. Shansi është ose 11 maj birë tani, s'ka më zot që nxjerr nga humnera, nëse vazhdojmë dhe lajtisin bëjmë gjithë për të pesa, ose në 11 maj ndalon dhe bën zgjedhjen e duhur. A ka zgjidhje? Patjetër ka zgjidhje. Ka zgjidhje sepse zgjidhjet vijnë nga një qeverisje e përgjithshme. Nga një qeverisje që menjëherë anullon vendimet e padrejta, anullon ligjet e padrejta dhe ndërmerr veprime që i kthen paratë të qytetarëve. Ajo që ndodh në Shqipëri tjetër është shumë e keqe, që ne e kemi nxjerrë me shifra konkrete, është manipulimi që i bëjnë shifrave zyrtare përmjet Instatit. Instati edhe censusin e fundit e ka të manipuluar. Patjetër. Dihet sepse u vonua kaq shumë që nuk dini se sa të manipuloni. Si ta rregulloni? Si ta rregulloni vetëm. Detyra e parë që ne kemi, dhe ne kemi një grup shumë të mirë njerëzish që e njohin statistikën, e njohin pjesën e punës zyrtare në shtet për shtetin, jo për partinë, do të jetë plotësisht transparenca e statistikave publike ku është gjendja e shtetit dhe transparenca e gjithkoshme e statistikave publike. Sot ti e ke gati të pamundur të duash të dish një statistikë elementare për këtë vend. Numrin e nxënësve në shkolla, duhet hyje ta gjeje online në moment. Jo të çojë këshilltarit ta kërkonte deputet, ta kërkonte të priste përgjigjen për gjëra të vonohet të vinte mos vinte. Dhe transparenca është çelësi i parë i suksesit të një qeverisje.
Gjithçka transparente. Dhe ne besojmë që mund ta nxjerrim vendin me programin që kemi, me ekipin që kemi, me vizionin që kemi nga buza e merës ku është ka ta ndisur. Realisht jemi shumë keq. Realisht ekonomia është shumë keq. Realisht ju do të shikoni që studentët shqiptar janë në ditën e vet më të keq, arsimi, shëndetësia, keni spitalin këtu. Spitali këtu mund të kthehej në spital Ranat. Mund të ishte një spital që realisht të kishte mjek specialist. Ka probleme, bën filati, është funksionon filati kështu. Dhe çfarë bën këta? Këta i thonë, shko në Vlorë, shko në Fier, shko në Tiranë. Atje mbi ngarkohen, atje fillojnë radhët, atje fillojnë rushfetet, atje vetë s'ka kapacitete, kjo rri këtu vetëm për të bërë cita shko bëj analizat të ky privati këtu, ose prit këtë radhën. Jo, po bën me listat e check-upit, bën me listat e check-upit për të paguar për mua. Listën e check-upit që të marrë lekët Vilmanushi, ku ato të check-upit dalin burrat me barë dhe gratë me postan. Këto nuk ke nevojë të bësh filozofi, këto i pret. E kam një pyetje se më solle pyetjen aty. Sepse do flisja fola por oligarkëve, do të flas akoma për oligarkët. Një kolegu juaj nuk po them emrin. Një kolegu juaj hezitonte në një studio që të nominonte oligarkët, i vënte emrin. Tani ju sapo e bët një e emërtuat. Patjetër se. Ka në një tjetër që do na thuash? Të paktën ju e di kë dua? Dua nga ata që sepse e morëm vesh që pensionistët keni arritur t'i bindni, edhe pse unë dyshoj. Pensionistët, organizatën e veteranëve, shoqatën e ushtarakëve, pensionistët kanë bërë llogari. Madje i bën telef ta. Çfarë blej ilaçet? I ke parë zonën deputete? I takojnë nga 4 herë. Pikërisht pra. Të gjithë kandidatët do të kanë fuqia. Po pra, çuti. Por të njëjtë njerëz janë para do takimin. Të njëjtë njerëz, e kupton? Të njëjtë njerëz. I lodhën i bën telef. Po, unë besoj që kjo është edhe arsyeja themelore për të cilën deklarata e kryeministrit aktual ishte që fillimisht ai do të merrte 100 ca deputet, dhe aktualisht ka shkuar që ne do marrim paktën 71. Dhe faleminderit ma kujtove, në shtator të vitit 2024, Edi Rama ka deklaruar 115 deputet, rezultata 697. Pastaj kaloi me 100 deputet. Pastaj kaloi në 84 deputet. Kaloi në 77 dhe parti që ne do marrim të paktën 71. Të garantoj të deri në 11 maj do thot inshallah i mbajmë një 6 deputet të jeni një opozitë e dënësishme. Sepse ka ende sa ditë akoma të në 11 maj, sa ditë ka akoma? Janë 2 javë, gati. Janë 2 javë. Ai lajmi do vi këtë javë apo javën tjetër? Ai lajmi që presim. Ne për një lajm të fortë. Lajmin e fortë e kemi me 11 maj në darkë, fitore. Ai është lajmi më i fortë. Gjithë atëra në shërbim aty. Njerëzit, unë kam një merak. Doktori do ikin në Amerikë për një akseave apo jo? Këtë kam merak. Doktori do ikin në Amerikë. Një merak kemi. Po. Nëse njerëzit do votojnë me frikë apo njerëzit do votojnë me zemër. Me zemër. Ashtu siç e ndjejmë këtë çështje. Dhe ka një gjë. Që duhet të thënë është e vjetër kjo, po duhet aty në kutinë e votimit Zoti të shikon, po e Dirama nuk të shikon. Regjia, voto me Regjia, ndiem minorancë të dashur miq, të majt socialist. E shikoni se në çfarë pozitë më keni vënë. U kemi ftuar kaq ditë në studio, nuk keni ardhur. Po mbeten shumë pak ditë. Shfrytëzoni këtë mundësi. Mos i lini të djathtët. Ata janë dakord që të vetë pastrohen, se ne do bëjmë pastrimin e shtëpisë. Janë dakord edhe ata që janë qekur nga brenda. Momenti do ta shkruajmë të çështën e pastrimit, një pauzë shkurtër për reklama dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Përshëndetje.
Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care. Të dashur miq, u rikthyem live. Na njofton Nikiasi nga regjia, sepse Angelo nuk e kemi sot. Angelo ka shkuar atje, ke vendi. Ka shkuar dhe vendi sot, më të tundi flamurin për të kuqt. Shumë mirë. Pra, edhe të rinj për angazhohen në fushat fuqishëm dhe patyshim ne kemi besim, sepse në fundit dhe për ta punojmë. Urojmë që të rinjtë e këtij qyteti të ikin të shkollohen në Tiranë apo në vende të tjera të botës, por të rikthehen dhe për të shërbyer këtij qyteti. Apo jo. Sepse ky qytet ka nevojë për të rinjtë e vet, ka nevojë për ata qytetarë të cilët e njohin dhe e ndjejnë këtë qytet, udhëm për këtë qytet, sepse për fat keq që zonja Zhupa dhe tashmë dhe ju keni 4 vite, po edhe te 5 që e jetoni këtë qytet. Ka një ndryshim total të strukturës së këtij qyteti dhe me keqja e gjithave, sepse ky qytet ashtu si dhe qytetet e mëdha si Tirana, Durrësi, Fieri, kanë pritur gjithmonë të ardhur ose nga zonat periferike të Sarandës, Dervinës apo Gjirokastës dhe Tepelenës, por edhe nga pjesë të tjera të Shqipërisë. Çështja është që në këto kohë të fundit këtu po vinë ata pasanikët e rinj, të cilët më duket mua për fat të keq herëherë kanë si dhe krimin. Në Sarandë që gjithmonë ka qenë një qytet i qetë, me një kohezion social shumë të mirë, tash ka dhe njerëz të humbur që nuk dihet fati tyre. Ka shumë para të pistë të investuar, e cila ka rritur, le të themi, çmimet e apartamenteve. Ka rritur qirat, por ka rritur edhe kërkesat e të punësuarve për paga më të larta. Kështu që kosto e atjes do të them është rritur ndjeshëm. Dhe po flitet për një zhvillim. Shikojmë edhe një numër të madh dyqane që nuk hapen asnjëherë. Pikërisht. Hapësirash të zëna. Të marrën me qira gjë. Marrën me qira. Deklarohen sikur janë biznese, besoj unë, që nuk hapen asnjëherë dhe që nuk funksionojnë. Në lidhje me pastrimin e paras. Pikërisht pra. Tani, unë mendoj që kudo në çdo qytet, edhe Saranda nuk bën ndryshim, ka flukse parash të pista, të cilat lokalizohen ca në ndërtim, ca në biznes dhe bëjnë atë procesin e lavatriçes së pastrimit të parave. Ne na intereson një Sarandë që ka punë realisht për njerëz. Na intereson një Sarandë që atë filialin e Universitetit të Tiranës që ka këtu, të jetë një fakultet që t'i japi dije të rinjve, të sjellin profilizime të më shumë degëve të cilat lidhen me punët që ka Saranda, me bujqësinë, me agroturizmin, me turizmin në përgjithësi, me biznesin, me shëndetësinë, me pjesën e ndihmës parë që ka nevojë këtu, me pjesën e fizioterapisë, me gjithçka. Të profilizohet dhe të rriten degët dhe jo filozofia e këtyre që hajti mbyllim. Mbyllën në Kukës, mbyllën atë, hajti qëndrëzojmë, të mbyllim, të mbytin në tarifa.
ka nevojë për punë, ka nevojë për të rinj, ka nevojë për jetë, ka nevojë për investime. Unë habitem ndonjëherë që se si mundet që një qytet kaq i bekuar nga Zoti të mos gëzon rinia, të mos ketë rini në rrugë që të gëzojë. Që një qytet që unë e thash edhe në fjalim aty që s'ka një pallat sporti, një qytet që nuk ka një kinoteatr, një qytet pa jetë kulturore, pa jetë sportive. Që vazhdon shkolla me 2 turne. Një qytet që ka një ekokampus atje, edhe që e mban, që ka 6 vite që e mban investimin atje, amortizohet, nuk e vën në funksion dhe thot, do ta prishun atë, se do bëj ca rezidenca, se do bëj ca pishina, se do bëj ca hotele, pastaj do bëj dhe shkollë. Po shkollë do bësh ti te hotelet edhe pishinat, për shkollat e hotelet Jo, e më falni zonja deputete, të mos flasim për Ksamilin, i cili ka dhe atje njerëz, dhe shpirtra që jetojnë, dhe këto diskutime nuk bëhen fare. Pa, dhe Ksamili, Dhe Delvina, e cila është një qytet gati i braktisur tashmë. shumë i sakt, Ksamili, ja u them këtu, ja u kemi thënë aty, Ksamili kthehet në bashki. Ksamili kthehet në bashki me reformën territoriale që ka ndërmend të bëjë Partia Demokratike. Po me Konispoli çfarë do bëni? Na kanë detyruar të shkojmë nga Konispoli. Na kanë detyruar të shkojmë në Vlorë për miting sot. Kush nuk shkon rrezikon vendin e punës. Nuk kemi as dëshirë, as shpresë, por na duhet të bëjmë sikur brorasim për të ruajtur bukën e gojës. Kemi familje, kemi fëmijë, nuk jemi aty nga dashuria, por nga frika. A të thash që E administrata është e para që do t'ju japi goditjen, sepse ajo shkel e dignitetit njerëzor. Ai është detyruar atje të bëj kilometra për të vajtur në Vlorë, për të dukur ata që kanë shumë njerëz, për të lënë familjen, për të harxuar parat nga xhepi dhe për të thënë ai që ja ku jemi ne këtu, se këneta, se çylyk, se ande, se këne, se ka kaluar edhe në tilt nga sondazhet reale që i shkojnë. Aty sa më shumë gjergjit i shkojnë në sondazhe reale, aq më shumë paguan për sondazhe fake. Po pa që u shtuan numri sondazheve fake në për televizionet, dini që sondazhet reale janë e pati sa diçka në Top Channel ishte jo normale ajo që ndodhi në Top Channel, sepse po kishte për një sondazh të bënë një janar shkurt, ndërkohë që ne jemi në kulmin e fushatës. Shiko, t'ju them në një gjë tjetër. E kishin bërë në janar dhe kishin parti thoshte koalicioni Euroatlantik. Koalicioni Euroatlantik është krijuar më vonë. Nuk e di si kanë pyetur ata për koalicionin Euroatlantik, se Basha ka regjistruar më vonë partinë me Endriasin, kryetar e tjerë. Si e kanë pyetur? Lasivita ka ardhur më vonë, fushata ka më vonë, lista ka dalë më vonë. Tani çka kanë pyetur? Në çfarë sondazhi po nxjerr. Prandaj unë e kuptoj edhe këtë gjuhën e tij që sulmon burrat, sulmon gratë, i thot fëmijëve shkoni drejt pornografisë, bën këto çmendurirat që gjysmën e këtu, çfarë gjysmën, një nga këto të bënte çdo lider evropian do ishte harruar, do ishin detyruar të tërhiqej nga fushata, partia e vet. Nuk mund të ofendonte fëmijët apo të rinjt apo kushdo njerëzit me autizëm, nuk mund të Fashti të rastet e korrupsionit, dënimet që janë bërë deri tashmë. Do ishte harruar. Tu bëj një pyetje provokative? Pra ndodhe votacioni. Në 11 maj votohet opozita. Ju si politikane, besoni se Edi Rama e lë pozicionin kryetarit të Partisë Socialiste? Jo vetëm aq, vetëm e lë. E lë? Jo vetëm e lë. Unë nuk të mësele. E lë. Ishte pa mundur, nuk ndaj dot, nuk ndaj dot. Jo vetëm që e lë, prit se ka parëmarr. Por Edi Rama pa kaluar 2 javësh në bankën e drejtësisë, sepse vetëm gjë që mbron Edi Rama nga drejtësia, prandaj e lë, e vetëm që një individ, Edi Rama nga drejtësia është pushteti. Një individ i cili shkon sepse e mban pushtetin politik pikërisht për të kontrolluar edhe drejtësinë. Sepse një përshtypje të madhe ka bërë momenti kur zoti Rama bëhet kryeminist. Dhe vë me rimangat e veta, fluturat e veta në tapiserinë në atë të mureve. Ka që një politikan, po lere koshtin, po kjo një, sepse në politik mund t'jesh edhe 3 muaj në qeveri, sepse mund të ndodhin zhvillime në vend, dhe të vi kryeministi tjetër. Çfarë do merret të heqi me rimangat e tua nga koshtin, ku diun, në sa gjëra tjera se ka shumë gjëra i beshka. Po, pra zoti Rama ja paketojmë ato për një qeli, pa merak. Ja paketojmë, japim me vende të kaloj kohën atje, mos kemë shokët i ka atje. Brenda ka gjysmën, po të marrësh qeverinë e vitit 2013, gjysmën e asaj qeverisë, s'ka radhë akoma, po qeveritë e 2017 se mera, e ka gjithë ata që kisha ministra, e ka brenda.
Lefter Kokën e kishte ministër, e ka brenda, Samir Tahirin e kishte brenda dole tani, Ilir Beqan e kishte ministër në atë kohë ka brenda, Arjo Velia ka qenë ministër rinie, kulture, kulturën e ka brenda, ma është pa të bësh një listë, një njeri që thot, nuk e di unë çfarë bëjnë ta, ti je kryeministër, ti e ke për detyrë ta dish se çfarë bëjnë ata dhe të japin përgjigje. Pastaj nuk kalon Ishin haruar në perëndim ta njerëz. Po pati, mendojnë se bëheshin insenatorët pa vendim të Këshillit të Ministrave, apo s'bëj, pa Fimri Ramës nuk bëj insenatori. Dhe të bënte korrupsion Albin Ahmeta apo Gjiknuri apo Velia, po se vjen nga e firmë, thoshte është një projekt me çoje. Kjo tjetra kishte nxjerr lante makinën në 10.000 euro. 10.000 euro në muaj. Sa që me batu tham, kjo i ndonte edhe ngjyrën makinës, si fusë edhe të lyer me një ngjyrë tjetër 10.000 euro në muaj. Ka janë makutëri, hajdutëri, Po mirë, bëj një pyetje jo të pëlqyeshme tani. Bëje si të duash. Pra, edhe pse kanë bërë gjithë këto që ju thoni, dhe kam shumë arsye t'i besoj, sepse shumë janë provuar. Shumë janë provuar. Gënjej. Po sikur ky popull ta votoj përsëri. Nuk ka shans. Nuk ka shans e gjyq. Nuk ka shans. Nuk ka asnjë shans, sepse kësaj radhe është edhe diaspora. Që Është një faktor që ka ikur nga Shqipëria pikërisht sepse i ka ardhur me Trondës me Edi Ramën. Pikërisht se s'ka gjetë një mundësi për të jetuar këtu me Edi Ramën. Tani ti mendon që unë që jam larguar këtej sepse Edi Rama më la pa punë, sepse s'mora një shërbim shëndetësor, se s'dija ku ta shkolloja fëmijën, isha në një lagje edhe s'kisha shkollë me dyturën, do votoj Edi Rama. Se voton kur Edi Rama. Dhe Edi Rama e di shumë mirë të gjë. Po ta hapësh sot TikTok-u, pa e hyrë statistikave se do thua që janë statistika politike dhe ju bëni propagandë, hap TikTok-u, shikoj e bëj scroll 20 minuta, po gjete një vot për Partinë Socialiste, se dhe këta i publikojnë ato akauntet falso, do ma nisësh që ta kem si relike. Ati është mbushur me vota për Partinë Demokratike dhe ishte një nga arsye pse ai e bllokoi TikTok-un, sepse është fuqishëm opozita dhe propaganda e ti nuk e te kalon të vërtetën e qytetarëve, është mbushur me vota opozitare. Mitingje, takimet elektorale të Partisë Demokratike dhe të Aleancës, sot ishte Dr. Berisha Selani, ishte plot. Edi Rama nuk ka lëvizur dot në asnjë vend përveç Greqisë që mbushte me autobusa dhe Italisë i mori me Air Albania me 50 euro. Pse nuk shkojnë në Londër? Nuk ka komunitet atje? Po nuk e qas njeri ata. Nuk e mbush dot me autobusat e Greqisë. Pse nuk lëvizin shtetet e tjera, siç lëvizet të gjithë deputetët tanë i kishin sallat plot, edhe në Suedi, në Amerikë, në çdo vend të botës. Nuk lëvizin si mbushte dot, ai e di. Pse nuk pranoi ai propozimin tonë që të votonin edhe me pasaportat e tyre, se janë të regjistruar në listat tona. Se e dinte që shkonte grop. Pse s'pranoi propozimin tonë ta 15 ditë, si kishte akoma. Qofse unë jam në avantazh, them, jo 5 ditë, po shty edhe 6, se unë do marr më shumë. Jo pasaporta po, edhe pasaporta të vjetra. Taulanti u kthye se Taulanti më thanë është jashtë, Taulanti. Është ky Taulanti? Taulanti nuk e di, Po Taulanti nuk kthehet se po punon apo Afrikë. Po për letrat Brazil ambeti këtë gati. I bën një meme, është kandidat për papatin. E pash. Më kujtoi ca vargje në fakt, zoti Titani. Janë të shkruara nga zoti Manu këtu, dhe do t'i bëj një ndero t'ja lexoj. Ai hecën jo për lafti, por sepse rruga aftëret emrin e tij, çdo hap një përshpërim zemre nga diçka e lashtë dhe e papërfunduar. Ai nuk mbulet. Legjendat nuk kanë nevojë për popullim. Kanë nevojë për qetësi. Qetësi, kujtim për të qëndruar kur bota largohet. Ai nuk mban hartë, vetëm një busull të farkëtuar nga ëndrat që nuk i braktisi kur. Nga parimet që nuk i shkeli asnjëherë dhe kur bota i thoshte çfarë të duan lartësitë, më mirë poshtë, i sigurt. Por ky njeri zgjodhi zjarrin, zgjodhi pyetjen përpara përgjigjes, ngjitjen përpara rehatisë. Ai nuk është i përsosur dhe katari i zakonshëm është. Si ne. Ka dërguar gjak, ka dështuar, ka qarë në heshtje, por gjithmonë është ngritur. Jo sepse duaj, por sepse dinte historia nuk mbaron derisa ai ta jetojë atë me të vërtetë. Ky njeri jeton legjendën e tij jo në har apo fam, por në mënyrën e qetë
që jeta e tij refuzon të jetë çfarëdo tjetër përveç se e vërtet. Dhe unë besoj që këto zgjedhje duhet jenë të vërteta për këto prej nesh. Vini pas ke talenti, se dija këtë pjesën e talentit, interpretimit. Ta që do bëja një Më bëri surprizë. Shiko, e vërteta është që më ka frymëzuar kjo fushat. Është hera e parë që vargëzoj me thënë të vërtetën, jam në varg të lirë. Më pëlqen poezia e mendimit. Gjithsesi më pëlqen që disa njerëz e pëlqejnë edhe janë thjesht kështu për sjatje momenti. Jo, unë para gjithë mora vesh për të do. Tani çdo njeri ka sekretet e vet. Po. Është një pjesë Tani hapa faqen sepse ma kujtoi zoti Didani në fakt. Scrolla në Gjithë falenderoj. Ishte kënaqësi që patëm deputetën, foli për gjithçka më duket mua, edhe në një minutazh realisht të shkurtër për shkak se angazhimet zgjedhore e vonuan për ta në studio dhe angazhimet elektorale do ta çojnë prapë në një sallë tjetër ku bëhen ato, le të themi, konkluzionet e ditës. Uroj që konkluzionet e ditës sot të jenë të mira, të suksesshme, të orientuara nga rezultati dhe jo vetëm fryma që ju po përpiqeni të transmetoni në këtë studio që siç thatë vjen nga qytetarët, por dhe numrat që ju në fillim të emisionit i analizuat aq mirë, që sjellin në qeveri në datën 12 maj, gjithmonë në të mirë të shoqërisë, të qytetarëve dhe në fund fare se jo duhet ta themi të demokracisë, e cila kërkon që her pas here të ketë ndryshime, të ketë rotacion për të mirën e vendit. Unë një falenderoj për hapësirën, do të kisha pasur edhe unë dëshirë që të isha më shpejt dhe të komunikoja më gjatë me ju. Unë jap fjalën që do të jem edhe mbas fitimit të zgjedhjeve, jo si ata deputetë që përfitojnë zgjedhjet, kanë më shumë punë se sa të jenë pranë jush edhe pranë qytetarëve. Realisht është një fushat që ka marrë gjithë angazhimin tonë të strukturave të Partisë Demokratike, por edhe të vetë qytetarëve që janë afruar. Bimi e përmendi me të drejtë Elvina është kthyer në një fshat të madh, kanë hequr të gjitha institucionet e Elvinës, i kanë hequr të gjitha mundësitë e punësimit të Elvinës, nuk ka ujë të pishëm në Elvina, sepse ne u fokusuam shumë tek Saranda, por plagët janë të njëjta në Elvinë, në Konispol ngelen rrugët e Sali Berishës, ngelet vizioni që ka pasur ai për agrumet mandarinat prodhimin bio, dhe është momenti që Ksamili, Elvina, Konispoli, Miqi, Saranda, sepse Ksamili po llogarisë si bashki, siç e kemi ne në vizionin, të bëjnë ndryshimin. Të bëjnë ndryshimin, të votojnë numër 1, të votojnë kandidatët tonë të listës hapur, këdo që ata preferojnë, kanë mundësinë që të kenë 2 kandidatë për Sarandën, për Delvinën, Konispolin e Finishin të shkëlqyer, si zonja Matilda Qyrku dhe zoti Skënder Muço, të dy njohin edhe gurën e qyteteve, Na ndjekin dhe Neymar, mund të t'i referoni dhe zotit Petro Gjikuria. Okej, na ndjekin dhe Neymar dhe zotit Petro Gjikuria, sepse zoti Petro Gjikuria po ashtu është edhe në Finish që pjesë e kandidaturave që punojnë, të 12 kandidatët e listës hapur, pavarësisht se duket sikur janë pak më e lidhur, po për shkak të ndarjes që kemi bërë në drejtim politik, zona mbulimi, dhe unë kam 4 bashkit, prandaj limitova këtu, por me të drejtë dhe zoti Pedro Gjikuria, njeri që ka lënë Amerikën, rehatin e vet, për të ardhur dhe për të kontribuar për demokracisë. Në rolin e një misionari të demokracisë. Në sinqerisht për të ardhur dhe për të kontribuar, sepse gjërat e veta zoti Gjikuria i kishte shumë mirë të zgjidhura në Amerikë me biznesin, me çdo gjë tjetër, por erdhi për të kontribuar për imanin, për vendin. Dhe të 3 kandidatët që ne kemi janë njerëz që nuk i thua dot që nga erdhi ky, kush është ky dhe çfarë kërkon ky. Se janë njerëz që kanë ardhur nga puna, janë njerëz që kërkojnë të bëjnë më të mirën për vendin dhe janë njerëz që do japin një kontribut të çmuar në Parlamentin Shqiptar nëse besohen. Unë kërkoj votën për numrin 1, sepse kërkoj votën për një program që i shërben qytetarëve shqiptar. Kërkoj votën për dhënë llogari
para qytetarëve. Nuk dua thjesht të jemi deputete që ngrej zërin. Nuk dua thjesht të protestoj për butrinë, por dua të jap zgjidhje për butrinë. Nuk dua thjesht të protestoj për pensionistët, por dua të jap zgjidhje për pensionistët. Nuk dua thjesht të protestoj për të mbrojtur pronat e qytetarëve, por dua të jap zgjidhje për pronat e qytetarëve. Nuk dua thjesht të protestoj pse nuk ka pallat sporti, pse nuk ka kinoteatër, pse nuk ka jetë kulturore, por dua të jap zgjidhje. Nuk dua thjesht të protestoj për shëndetësinë e mjeruar, por dua të jap zgjidhje spitalit Saranës, ta bëj spital rajonal. Nuk dua thjesht të protestoj pse janë shkollat me 2 turne, pse fëmijët nuk kanë parë një epruvet në sy, po dua t'ju jap zgjidhje fëmijëve të Saranës. Dhe këto zgjidhje unë ja jap vetëm nëse jam deputete mazhorance, vetëm nëse jam në qeverisje, vetëm nëse ju më besoni votën numër 1 me 11 maj për Partinë Demokratike, për Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Zgjidhja është në duart tuaj, zgjedhja është e juaja, zgjidhni numër 1 dhe jetoni si njësha. Shumë faleminderit për hapësirën. Nëse mund t'ju them në një kompliment, Bimi edhe Gjergji jeni njësha. Faleminderit. Të nderuar qytetarë, sapo dëgjuat ofertën politike elektorale të Partisë Demokratike nëpërmjet gojës së përfaqësueses lokale, deputetes së djeshme dhe të nesërme të Parlamentit të Shqipërisë zonjës Ina Zhupa. Ju falenderoj që ishit me ne në këtë minutazh më të shkurtër se herët e tjera, por mjaftueshëm për kaluar disa momente shumë interesante, jo vetëm politike, por dhe njerëzore me zonjën Zhupa, dhe urojnë që ta kemi përsëri në këtë hapësirë e cila do të vazhdojmë me misionin që kemi pasur. Pa asnjë interesi tjetër, vetëm interesi i qytetarëve. Na shkruani, na telefononi, që ndoni me ne, do të jemi këtu çdo fundjavë. Natë e mirë dhe miru dëgjofshim.